Dinamo Partizani, ndeshja e 131 në historinë mes tyre. Gjithmonë kjo ndeshje konsiderohet derbi, por kësa here mund të quhet derbi thasirës, sepse luhet në stadiumin Selman Stërmasi, por në shkallët e boshatisura, si rrallëherë në historinë e dueleve të tilla. Ndërsa shohim pamje të tilla të thata, rikthehemi disa muaj më përpara, më 17 maj, dhe nuk u besojmë syve, kur luante në një atmosferë të shkëlqyer Dinamo dhe Partizani në një ndeshje spektakolare. Por aso kohë luhej për titull, ndërsa sot për javën e 8 të kampionatit. Gjithsesi, le të sjellim kronikën e kësaj ndeshje. Momenti i parë është më interesant dhe duket se në minutën e 9 Çapja ka patur mundësinë për të shënuar për Dinamon, por atë e ka tradhtuar shtylla e portës së mbrojtur nga shehu i Partizanit. E pabesueshme, por goli ka munguar. Të kuqt reagoi shpejt, por gabon kalari në çastin e fundit. Pas këtij momenti vjen barazimi i traversave. Është Elis Bakaj, i cili godet bukur dhe topi përplaset në shtyllën transversale. Por hakmarrja e bluve është shumë e shpejtë. Pasi e krosi nga e majta, topi goditur saktësisht nga poçi me kokë dhe kampionët gjen avantazhin 1-0 dhe Dinamo gjen qetësinë e munguar nga mungesa e golit. E rishohim edhe një herë tjetër golin e parë të skuadrës dinamovite. Të kuqt kërkojnë të reagojnë, por gjujtja e Bakajt është në kontrollin në dy kot portierit Kotori. Është ky rasti i fundit i 45 minutave të para që mbyllen me fitoren minimale të skuadrës dinamovite 1-0. 15 minutat e para të pjesës së dytë nuk ndryshojnë thuajse asgjë në lojën sulmuese. Skuadrat sikur pajtohen me shifrat, edhe pse Partizani bën zëvendësime, duke larguar tafajt e dëmtuar. Kur kronometri shënon minutën e 65, kampionët shfaqen me plakun, që rrezikon brenda zonës, por pret portieri shehi. Është i njëjti autor, Sabino Plaku, që rikthen buzëqeshjen e munguar prej kohësh, duke shënuar golin e 4 dhe të dytin për këtë ndeshje. Në minutën e 78, një aksion model i trios Ferra, Isufi, Plaku mbyllet me tundjen e rretës dhe vullosjen e shifrave të reja 2-0. Dinamo Partizani. Kjo e përsi vazhdon për skuadrën e trajnerit kroat Dalić. Edhe për pak Ferra i shënon golin e 3. Lojtari Dinamovit del huq në çastin final, por në kulmin e atmosferës pozitive pa qenë fare nevoja. Plaku merr kartonin e dytë të verdh për goditjen e topit jashtë fushë me qëllim dhe si rrjedhoi merr kartonin e kuq. Dinamo luan me 10 lojtar, por pavarësisht mungesës së tij, kampionët ruajnë shifrat e arta 2-0 deri në fund të ndeshjes në vëshallimin e gjyqtarit Taulak. Një fitore e çmuar e skuadrës dinamovite që ngjitet në vendin e dytë, tashmë duke i afruar më tej Tiranës.